Allahu i madhruar ka bërë që të përhapen ndjenjat emocionale në mesin e njerëzve. Këtë ku e kuptojmë? E kuptojmë nga gjendja Ademit alayhis salam kur ishte në xhennet. Të gjitha të mirat i kishte Ademi alayhis salam, por kishte një mërzi të vogël nga se ai nuk kishte bashkëshortën e tij, nuk kishte shok në xhennet. E një ditë, duke fjetur Ademi alayhis salam, Allahu xhaleshanu ja mundsoi që në krahun e tij të majt të jetë Hava. E Ademi alayhis salam kur zgjohet nga gjumi, e sheh një krijesë nga ana e majt dhe e pyet se kush je ti? Dhe përse ka ardhur në këtë dunja? Hava alayhis salam i thot, unë jam Hava dhe kam ardhur që ti tek unë të gjej shprehje dhe qetësi. Tonë të thot, nga mëshira Allahu xhaleshanu është që të përhapen ndjenjat emocionale.